ty që jeni duke u bërë gati për të dalë nga shtëpia, tashmë do të bëjmë përmbledhje të lajmeve kryesore që vijnë nga vendi, rajoni dhe bota, lajme sportive, por gjithashtu edhe parashikimin e motit, kështu që i themi mirëmëngjes një nga një bashkëpunëtorëve tanë, nisim me Mario Merhorin. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes Mario. Mirëmëngjes Flori, mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Njihemi me zhvillimet kryesore të deri tanishme. Senati italian ka miratuar të mërkurën me 129 vota pro dhe asnjë kundër marrëveshje me Shqipërinë për njërin e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Kjo marrëveshje historike pritet të përmirësojë ndjeshëm të drejtat e mbi 500.000 shtetasve shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Itali, si dhe rreth 4.000 italianëve në Shqipëri. Sipas marrëveshjes, të dyja vendet do krijojnë një fond specifik i cili do mbulojë pensionet e pleqërisë, sigurime për sëmundjet dhe papunësinë. Kjo do mundsojë shqiptarëve që kanë kontribuar në Itali dhe italianëve që kanë punuar në Shqipëri të përfitojnë të drejtat e tyre të plota të sigurimeve shoqërore. Kujtojmë se marrëveshja mes dy vendeve u nënshkrua më 6 shkurt 2024 në Rom nga ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Igli Hasani dhe ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Gjatë seancës plenare të Senatit italian, i pranishëm ishte dhe ministri i shtetit për marrëdhënien me parlamentin, Taulant Balla. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur regjistrimin e shqiptarëve në diasporë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke publikuar shifrat përfundimtare të votuesve të regjistruar në platformën e regjistrimit elektronik. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kanë aplikuar gjithsej 294.155 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, por vetëm 231.678 prej tyre kanë marrë miratim për të votuar, ndërkohë 41.961 kërkesa janë refuzuar për arsye të ndryshme. Numri më i madh i kërkesave është regjistruar nga Italia, 148.178 aplikime, nga të cilat 86.431 janë miratuar, Greqia 103.421 aplikime, nga të cilat 62.546 janë miratuar, Gjermania 36.546 aplikime, nga të cilat 24.413 janë miratuar. Gjithashtu një numër i konsiderueshëm aplikimesh vijnë nga SBA-ja dhe Britania e Madhe. Afati për regjistrimin përfundoi më 4 mars, pavarësisht kërkesave të Partisë Demokratike për ta shtyrë procesin, kërkesë e cila u hodh poshtë nga mazhoranca në kuvend. Shqipëria është renditur e para në botë për rritjen më të madhe të numrit të turistëve përgjatë vitit 2024, sipas një nga organizatave më të mëdha në botë në këtë sektor. Kryeministri Edi Rama e cilsoi këtë një arritje të rëndësishme duke theksuar transformimin e vendit në një destinacion turistik konkurrues. 10 vite më parë, Shqipëria ishte rënuar dhe turistët nuk kishin as ku të bënin një foto. Sot kemi një vend me infrastrukturë të zhvilluar dhe një imazh të pastruar që tërheq vizitor nga mbar bota, tha Rama. Ai vuri në dukje investime në turizëm, bujqësi dhe biznes të vogël si faktor kyç për këtë sukses, duke nënvizuar se zhvillimi nuk ka ndodhur rastësisht, por si rezultati politikave dhe reformave të qeverisë. Sipas kreut të ekzekutivit, ky zhvillim vjen në një moment kyç për Shqipërinë, teksa vendi po përgatitet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku Rama shprehet i bindur për një mandat të katërt për të vazhduar rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi programin e Partisë Demokratike për sektorin e energjisë dhe burimeve natyrore për periudhën 2025-2029, duke premtuar një transformim të madh në këtë fushë. Sipas Berishës, projekti Shqipëria Madhështore ka në fokus zhdërrimin e vendit në një superfuqi energjetike rajonale me përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët përmes çmimeve më të ulta të energjisë. Ai akuzoi qeverinë aktuale për ndalimin e investimeve në energji gjatë 12 viteve të fundit dhe u zotua për një zgjerim të madh të prodhimit energjetik. Berisha theksoi se Partia Demokratike synon një model ekonomik që bazohet në burimet e brendshme, duke kthyer ato në avantazh strategjik për rritjen dhe mirëqenien e qytetarëve. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim të madh për ndërprerjen e punës në Parlamentin e Serbisë dhe dhunën e ndodhur më 4 mars brenda këtij institucioni. Parlamenti duhet të jetë vendi i debatit demokratik dhe të luajë plotësisht rolin e tij në interes të qytetarëve, thuhet në një deklaratë të Bashkimit Evropian. Brukseli ka ngritur gjithashtu shqetësime për pastisjet ndaj organizatave jo qeveritare në Beograd, duke cilësuar si një kërcënim për shoqërinë civile, e cila është thelbësore për një demokraci funksionale. Bashkimi Evropian bën thirrje për depërshkallëzimin e tensioneve dhe kërkon krijimin e një dialogu gjithëpërfshirës, duke përfshirë aktor politik, institucione dhe shoqërinë civile për të siguruar progresin e Serbisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka propozuar të mbledhë deri në 150 miliard euro për të ndihmuar shtetet anëtare të blejnë pajisje ushtarake ose t'i dërgojnë ato në Ukrainë.
Ky fond do jetë i mundur përmes lehtësimit të rregullave të borxhit dhe lëvizjeve nga sektori buxhetor. Po ashtu, diskutimet do zhvillohen për të ndihmuar Ukrainën të integrohet në industrinë evropiane të mbrojtjes, duke përfituar nga kostot më të ulta të prodhimit. Ky propozim është përshëndetur nga Zelenski, i cili theksoi suksesin e Ukrainës në prodhimin e dronëve. Në sfond, Bashkimi Evropian përballet me sfida të mëdha, përfshirë polarizimin dhe rritja e krahut të djathtë prorus dhe tensioneve brenda shteteve si Hungaria dhe Slovakia, që kanë minuar mbështetjen për Ukrainën, po ashtu disa shtete të mëdha si Gjermania dhe Franca janë përballur me pasiguri politike, ndërsa vendet e tjera kanë shfaqur angazhim më të ulët, sidomos pas rikthimit të Trump në Shtëpinë e Bardhë. Fituesit e festivalit të 63 të këngës Shkodër Elektronike po përgatiten intensivisht për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2025, që do mbahet në Bazel të Zvicrës. Dyshe është në fazën përfundimtare të videoklipit të këngës Zjerm, ndërsa po punoj paralelisht për performancën skenike që do sjellin në kompeticionin evropian. Gjatë një takimi me zëvendës drejtoreshën e Radio Televizionit Shqiptar Aurora Polo, grupi ndau detaje mbi turet dhe aktivitetet që i paraprin festivalit. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, me Zjerm do të jetë, tha Kolaca, duke konfirmuar se turi nis më 14 mars në Selanik dhe do vazhdojnë në Oslo, Spaj, Manchester, Londër dhe Amsterdam deri në fund të prillit. Përpara Eurovisionit, Shkodra Elektronike pati një paraqitje të rëndësishme në hapjen e panairit të turizmit në Berlin, ku performuan Zjerm në një event ndërkombëtar ku Shqipëria ishte e ftuara e nderit. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë ndërprerje informative, bashkë me Ratakofshi. Faleminderit Mario, shërim të shpejt. E ka zënë gripi Marion në një moment të pazakontë dhe përgëzime për sakrificën që po bën.